kom veç vetë. Neve na kanë thirrë duhet për shembull jemi u kom pro, me unë më kon kundër. Tani ajo na ka vëj treti, katërti pak me na tregu që është për të mirën e punës tonë, për të mirën e biznesit tonë. Mund ka dalë më mirë, se unë i gëzoj 2 fëmijë për atij formati, domethënë nuk ka dhuratë më të madhe. Po sa i përket afërdi për shembull femnat, sa i ke pas të vështirë me u kujdes gjithmonë për veten, qoftë edhe në dalë në market me ble buk ose në furrë ose. Veç po do lidha pak me ta me përmbyll, se në aton kohën biseduam për një sukses ose famë i cila ka të bëjë me muzikë. Famë dhe suksesi nuk do me thonë që duhet me qenë veç të këngëtarë, edhe pse na sot tu i kemi 3 këngëtarë të cilët janë të famshëm, që secili në zhanri vet janë më të mirët, në mënyrën e vet. Në pjesën cilën unë e kom arrit famën edhe maj suksesin, është natyrë krejt tjetër. Dhe më thonë, unë e kom të rëndësishme, e thashtë edhe ma herët, më kujdes për vetën, nuk do me thonë veç mu dogë bukur. Njeriu kur kujdeset për vetën, kujdeset për shëndetin e vetë. Kur ki kujdes për shëndetin, ki disiplin. Duesh me jep respekt për trupin tanë, e të njëjtën kohë kur ti ki disiplinë edhe ki konsistencë, atëherë ki respekt edhe për njerëz tjerë. Jo pse unë e dalë pa tjetër që mu duk bukur pse më shohin tjerë, pse mu më bën mu një mirë, kur unë këshyrë nga pasqyrë dhe më pëlqen vetja që është dukna. Nuk dalë kesë edhe, unë e po. Po po e di da unë puna. Monika, Tjetë veni s'kom dit me marë fjallën edhe pse muj, se kam atë aftësi, po e kom kështu ligjë të sportit, respektin do të me pas, e sidomos në media do të me respektu se cilin janë i tjetërën, se e kem detyrë, se fundit s'na ka shti kur kush me dalë këto ose mu bo njerës publik. Unë që ka muj me thonë, pi përvojës, pezojmë pra Polina me babin. Menagjeri i cili e ceki Dagzi, që i ka rrit një ekip, pezojmë, si krejt klubin e boksit Prishtina. Edhe një menagjeri sodit, dalojnë me kilometra. Mas parja i menagjer do të me pas një zillëk, që me pas ma shumë se menagjer, me familiarizu atë person që e ka ndurë. Mas pari me dash si njeri, çdo lloj lamie jo është këngëtarën, sportistin që bëtu për modelime, për krejnë, për gjithësi. Kur të merë në dorë një menaxhment mas pari, ata do të më konë me ditë që do të me investu për atë person, ka me investu. Unë e jam sot ndoshta këngëtare që di vetë me shkrua tekstin, di vetë me bovin melodike, po ai zot një tani të përzijet të tjo së mirë, këtu së mirë, këtu së mirë, më kalzën mu diçka që unë ndoshta kom përvojë 25 vjeçare. Ta shqysh unë mu kuptu ma të njëri. Nesër mas nesër më thotë më një këti s'ki me kënu me qëtë bashkëpunim me qëtë person. A ti ke luftu me shti qatë person që unë për shembull e kom pas ondër me pas një kongë me Rimzi Osmani, që u bo, e qaj menagjeri, mu rast konkret më ka ndodhë, më ka thonë, në që se ti për shembull bashkëpunon, nuk kemi me punu mo. Apo kupton? Ose problem, ose nuk do në me të povre qas lartë, do me thonë, unë e kom kuptu ndryshe. Do me thonë, ti s'po danë me më pa mu lartë, edhe pse jemi të dashë në bashkëpunu, po bojmë kontratë. Ndroje, Monika. 3-4 i kom taku dhe i sot edhe për një me dheri jom binë që s'muj me pranu, është problem, është shumë problem i matë. Sidomos për njerës që din dhe i dikon rrugën e tëre edhe din shumë a shumë se ata që kanë fillu sot. Unë e vuj me gjithë menagjer të mirë, ku me marë. Unë ekstrem mokove të fundit, qëta shikom i qëtë në punëve, dasmave, qatë shumë jëm nevojlike, kështo, po nuk ka, nuk eksistan, se nuk ta dojnë të miren, të këshyrin si interes, të këshyrin si dollar, të këshyrin si euro, të këshyrin si monik, të këshyrin si njeri. Kur ti ki nevoj për ta për shambull, aj kur një tane se ki për po, kur nuk gjindet, ose ajo, se kush do. Do me thënë, gjithë shka është interesi, gjithë shka është interesi, edhe momentit kur ti ndështa je, more edhe smut, nuk gjindet, qa po të vynë. Ja, vetë lut, na qa po të vynë. Po menagjeri kur ti e ki vështë për muzikë. Nuk e ki besu shumë, ti ajë nështë si të regon kësaj që e thirë një koncert edhe kësaj si të regon heq, e qa të vynë a i përstër me pas. Mas ne, mas foli, qa po të bëjsh i Jo, bre, i thot qa me shku aty edhe si të regon heq.